Pa me kur thjede me çajupin, kandarin e çajupit. Me ty isha. Me mu ki qenë për? Osh, po ne më dhe ke hedhur në gjitha të variante. Po më i famshëm si çajupi vetë më. Ato njerëzit e kam mësuar për te që paska një poezi. Një Kandari çajupi. Po një që lëviz busa ai është zëri im. Ç'është ajo? Gjithani, e ka përdorur edhe ndërkombëtarët e kanë përdorur, e thonë aq bukur, realisht domethënë. Po është qyr ti Ç'a temë ke sot? Flasim për këtë. Për kë? Fshatën, që i thonë shqiptarëve janë gjysmak, qyryk, autik. Po mirë po qyryk dhe unë qyryk jam. U tha burrave, nuk u tha grave. Perti grasë si më ndodhen. Se duan gjithmonë me grave. E qesh gratë. Bë, duar trokasin në Po është i emancipuar, valla, është i emancipuar. është burr me gratë, groja fort e madhe shoqërisë lëbise. Unë kur kam qenë me rinin e herë kur ne për emancipimin e gruas. Në Kurovë. Kam qenë komisar në Kurovë, mos ju, ha? Jepja votën ti aty. Kuq? Edi Ramës. Që gjatë? Jepja. Po këtë japun, si jap? Jepja. Po japa e si gjatë. Kush, ai del nudo. Ai del nudo, po i thot atyre nxënësve, nxënësve klasë 5, klasë 6 i thot, çka kapot ka ti. Unë kam bjetur nipin 3 vjeç me nudo. Me nudo. Në TikTok, çfarë? Pra, ka parë ato në TikTok, më shohë vetë Ramën. Po, i tha që nuk ishte fëmijë, tha. Nuk ishte fëmijë. Ato gjithë fëmijë. Në Dibër i akuzoi burrat çyryk. I tha grave që burrat çyryk ato duar trokisin pa pik turpi. Gjysmë çyryk apo gjysmat e burrave çyryk? Gjysmat e burrave. Zotoni Kënetën thotë se ato janë si burrat autik. Burrat po, e vërtet. Burrat nuk e kanë problem po ti thotë Edi Rama çyryk. Po gratë që janë duar trokisin ato pa pik turpi. Janë pjesë e burrave, janë i kanë burrat, i kanë burra, i kanë vëllezër, i kanë baballar, i kanë gjysmë. Ai nuk është çyryk vetëm. Se s'ka mundësi. Ose shko thot... Se duar trokitën gratë. Ja, se duar trokitën gratë, ja. Jo, i thot, mos votoni për Kënetën, ju thot se ato janë si të smurët autik. Po mirë më ti... E din ato prindër që kanë ato fëmijë me spektër autik, e din ato se çeqin. Si akuzon ai nuk është baba një radh parë. Ai nuk është baba, ai nuk është njeri. Ai nuk është njeri. Po, kërkon ndjes tot zotëria. Po jo, a di se punë, praktika e tij është që ky ngrenë shqetësime, krijon vetë problemin edhe pastaj thotë, "O, prit se unë ato e kanë pik dobët" thotë. Pastaj ishte metaforë. Ose thotë, "Po gratë, se i mbledhen gratë, pa mirë." Se i mbledhen gratë, prit se ka pyetje zotëria, po është shumë e bukur kjo. Klikoni në Google i thotë para 15 vjetë se kam dalë unë nudo. Pa pik turpi, ose thotë, unë jam martu, thotë, gjithë ato herë. E që i intereson popullit se sa herë është martu ai. Ai shkoj, ai nuk është për kryeminist, ai shkoj të mjekohet. Ai ka nevojë për... Se duar trokisin ju gratë, se ju vdistin për to. Dhe i thotë Saliu ti i rrjedhur. Po Saliu atë e ve, që të them unë të e ve, ku Saliu me atëm? Saliu ka artikulacion, është i ditur, është i shkollume, ristudion gjithë ditën. Ose ironizon atë, Kris Lasivita i thotë magjistari Latif. A i s'le njëri pa ofendu, jo thot janë metafora, kërkon falje pasaj. Që ka shpende zgjuare. Se shini situatën politike. Situata? Pa metafora, se kemi pa... Që ja kështu do vazhdoj me... Ka administratën gjithë bas vetës, po ato administratës që punojnë, prindrit e tyre, sa lek marin, sa rog marin, do shtoj pensione thënë 2030, ato jenë gjallë pensionistët dhe në 2030. Që në duhet kjo karta e Europës e burë, pasaporta e Europës. Karta Europës, gjithë kanë pasaport, karta Europës. Po që të shkosh në Europë, duhet kesh dignitet radh parë, duhet bësh reformat, edhe nuk të pranon Bashkimi Evropian me 100.000 lekë pension. Ngre xhaxhi edhe herë thot zotëria, ngre xhaxhi. Nuk të pranon Bashkimi Evropian me 100.000 lekë pension. Duhet xhaxhi thot zotëria. Xhaxhi, enveri që burr me tope i themin neve. Jo më të popullin. Me Rama, prandaj thot na shihni edhe herë nudo tek që ka dalë me... Ai tallet me popullin, ai tallet ma. Ai tallet. Se ka qenë më mirë për Hoxha thoni? Më mirë. Më mirë, Po enveri çike luftët me klasën. Ore, enveri ka vrarë. Ky të vret politikisht? Jo më jo. Saliu të vret pa gjyq. Ky të vret tamam politikisht? Saliu thot. Ja, Saliu të lart. Ka vrarë sa. Piotropoj sa ka vrarë po ikën. Shumë mirë ka bër. Po jo prapë se flet ai budallalliqe. S'është vërtet. Ne na intereson se kush fiton. Ne na intereson kush na ngre mirëqenien, kush punon për popullin, kush bën për popullin. Tu s'ke transport e kurorësh s'ke. Ujë 4 orë s'ke. Rroga skandaloze, çmimet stratosfer. I kam shtu. Po më po ja ka shtu administratës.
Po pensionistët i ka lënë për si lypsa rrugësh, për faqet zezë. Edha bonus. Qa bonus më? Një era parë më që dha. Ne flasim për ato që bulizon popullin. Që thot, papi Turpi thot ishin metafora. Mbasi i thot, pa ai nuk ka bërë mirë, një gabim, pa ai vazhdon. Në fillim thonte, e nisi me dajre, pastaj shkoj me kazona me tenxhere, pastaj me buf, sa doli do tash i ka shku me këneta më çal. Po vetë çfarë është ai? Çfarë është veta ime? Unë e njoh mirë më se kam pas komshime. Po si se njoh, më kam pas shtëpi. Nuk e alçi kondi mrapa e ka pas ai, unë e kam pas përpara. Unë e njoh mirë kush është ai ime. Moshatar jemi. Si është ai? Ç'është? Ai është smur e spyti për fëmijën e vet. U interesu për fëmijën e vet kur vajti 13-14 vjeç. Kjo që thot çdo njeri ndoshta është i pasyre e brendshme e tij edhe ato tjetrit. Papi Turpi trego popullit se sa gra ka pas, se sa herë jam martuar. Kam qenë nudo, aty isha dhe një herë. Pse s'del nudo prapë? Çfarë? Ska, nuk e përgjigjet më. Nuk e di. Ai i bulizon. Okej, ai në rregull. Ai është në rregull me vetë. Në habitatin e vet ku është ai që bën këndor. Ç'është ky popull vëdallamu? Ai dhe vetët i ironizon, edhe vetët. Asaj, si ka Emina, asaj Spiropalit i tha mamica, Nozit i tha e solla nga rruga, pa i vet nga erdhi. Nga e solli Fatosnano atë. Nga rruga e solli. Piktor, qa piktori është ajme? Atë është garavinat që bën ai është i smur i psiqik, duhet vizitohet. Pse njerëzit duhet trokasin. Po se janë si puna ati që fitoj Big Brotherin, cëp ignoranti fitoj Big Brotherin, dhe ky populli jashtë shuda. Pse ignorant ishte? Po ignorant ishte pa i klas shkollë. Ignorant ishte, duke pas tjerët me intelektuale, me a i zdinda as artikulacion të foluri, as depat, as s'dinta i asgjë, 3 fjalë dinta i, u kry. Se ishit u zhgënjur shumë kur fitoi. Unë për vetën tim s'isha dakord që ta fitonte ai. Më fal për shpërën, ide me brek gjithë ditën si ai majmuni, e ke pat majmunin që hidhet sa nekni? Shtëpi ishte. Si ishën shtëpi? Shtëpi edhe shtëpia më falë publike. Shtëpia më falë. Jo. Kasë me Luizin, krasa edhe Luizi ishte intelektual. Ishte i ditur me shkollë. Krahasohet i gjesti me Luizin? Çfarë fletime? Luizi ishte djalë ka studiue, ka qenë në Luksemburg, qa fletime, njëri i shkollum, njëri i ditur noter, qa fletime me shkolle, ishe i gjithave, ky ishi cop ignorant me klas 5. Këve vete ka thënë, kam qenë kam hik nga shtëpia, 12 vjeç, kam net rrugëve, kam pia shash, vetë thonte, ç'është ky popull kështu? Mirë, ma ky hiku më, domethënë ky popull, llogaritet ç'a populli është. Edhe llogaritë kur fiton që votojnë për një ignorant, duke pas aty alamet njerëzish me shkollë, me çfarë them unë, me gjithë ato kualifikime, që e fitoj cep ignorant. Se kështu është populli. Po ti po i përkthen të që po njëra gjë është paralelizmi për edhe me Ramën. Po, ja, si voton atë, do votojmë dhe për këtë. Po ti si do ja bësh? Unë se vetoj atë kur. Jo, si do ja bësh, si do ai qeverisë edhe për ty. Po një më qeverisë ç'të bëjmë? Unë jam. S'kam ç'a bëjmë tu, populli duhet të ndëgjësohet. Jo më si do bashkëjetosh ti në këtë pjesë, në këtë realitet. Po ç'a do bëjmë? Unë ç'a do bëj vetëm unë? Të duhet ngrihet populli, ç'është ky popull kështu? Do të jesh gjithmonë në oponencë, do të jesh gjithmonë kundërshtare, do të jesh gjithmonë. Unë kam qenë dhe jam, unë flas realitetin. Kush e ka gabim, të mbledh i trut e kokës më. E bën gabimin, por nuk është se e bën një herë. Ai e ka bërë 10 herë, 5 herë, duke dall, duke shantazhu, duke bullizu. Ç'të them unë, ç'është shpik nga truni vet. Sa jesëm atë praktikën ai që të rreth don, pra. Jo, ai duhet të mjekohet. Se ato të posësi ka bësi dove, ai thot papi Turpi thot. Unë, se më ai profesion gjithë Shqipërinë. Po. Unë i bëra, ç'a bëria im? Unë i bëra thot. Pe dinoj se hajnë darë dhe mas shpinës tij. Po pra, kështu thot ai. Unë deri dje e shante Dumanin tashi thot është burr. Zotni. Nuk jam velien, kush e futi burr? Përgjigjet për ato që ka vjedhur. Kush është më keq, Rën Veli apo Rama? Po, ky nga një anë tjetër, ai nga një anë tjetër. Të dy, të dy anë të medaljes, po isoj. Isoj. Të gjithë njësoj, nuk e di. Vetëm Sala është më mirë. Jo, nuk thash unë. Kush duket se rregullon vendin nga këto që janë? Kush ka programin më të mirë? Ai. Kush ka programin më të mirë? Ky e vodhi programin e PD-s. Kush ka programin më të mirë? Pastaj Berisha për pensionet, fat ky pension. Sa foli për rrogat? Berisha e mori
I shkelte me këmbë. Tani, Pastaj Berisha është koalicion. Shkatroj Lulin apo Luli shkatroj PD-n? Po jo me Luli ishte. Dikaj. Ha, mirë.